Është një moment shumë i rëndësishëm në rrugtimin ton drejt antarësimit. E është një moment për të cilin kemi punuar shumë fort që shprej një kohë të gjatë. Dhe është një moment ku gjysma e punës, nëse duhet ta them kështu, e kapitulleve të hapur do të mbyllet dhe pjesa gjysma tjetër e mbylljes do të hapet. Dëgjoni, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-s, kështu që nuk kemi ndjer ndonjë kënaqësi të përfytyrojmë të kemi veto, duke qenë vendi më pro bashkimit evropian e më pro atlantik në Evropë, dhe kur them vendi më pro BE-s, flas për barometrin e BE-s, nuk flas për atë që mendojmë ne. Ne jemi fanatik të BE-s, kështu që fanatikët e BE-s nuk mund të bënë veto për vendimet e BE-s.